Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Maqedonia e Veriut nuk është e gatshme për ndryshime kushtetuese. Reagimi vjen nga ministri i jashtëm Timço Mucunski në konferencën e përbashkët me sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Evropës, Alain Berst. Shefi i diplomacisë, Mucunski, tha se ka mungesë besimi dhe besueshmëria në aspektin e ofrimit të shërbimeve, kështu që qeveria nuk është e gatshme të ndërmarrë asnjë hap drejt ndryshimeve kushtetuese. Duke komentuar zhvillimet në Bullgari dhe marrjen e mandatit nga Radev, Mucunski tha se shpreson që në Sofje të ketë vetëdijese perspektiva europiane për vendin është e rëndësishme për të gjithë rajonin. Opozitare shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon koalicionin në pushtet vlen për një rrjet të organizuar favorizimi partijak dhe keq përdorimit të paras publike. Sipas BDI-s, kompania Green Mountains, e themeluar vetëm pak javë para shpalljes së tendrit, ka arritur të fitojë një kontratë në një vlerë deri në 236.000 euro. Partia opozitare e lidhte raste me skandalin e mëhershëm në këtë institucion. BDI ka kërkuar reagim institucional dhe hetim të menjëhershëm. Nga koalicioni qeverisës vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut, BDI akuzohet se gënjen dhe manipulon. Në reagimin e opinionit thuhet se BDI me qëllim e ngatron vlerën në kornizë me çmimin e ofruar. Sipas saj, kjo kontratë kornizë është jo pagesë automatike. Vlen thotë se arsye e vërtetë e kësaj britje politike është se operatori i sistemit të transmetimit ka filluar të ndërpresë kontratat në të cilat sipas informacioneve publike paraqitej dhe interesi njerëzve të afërt me Ali Ahmetin dhe Bujar Osmanin. Bërtasin sepse u hap një çështje se si për vite me radhë janë të rrequr para nga MEPSO përmes firmave të afërta, njerëz të afërt dhe qarqeve të afërta me udhëhesin e Bashkimit Demokratik për Integrim, apelojnë nga koalicioni qeverisës vlen. Kreu i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, i bëri thirrje publike liderëve të partive politike parlamentare shqiptare për të rifilluar bashkëpunimin ndërmjet subjekteve. Sela theksoi nevojën urgjente për koordinim, duke shprehur se situata aktuale kërkon një komunikim të drejtë për drejtë mes forcave politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Kjo tjetë vendi ku bashkohen gjithë ndasitë që krijohen si rezultat i zgjedhjeve, jo për të pi kafe me njëri tjetrit, por në emër të disa pikave programore që i premtojnë përpara qytetarëve. Ku diun, për këtë cikël zgjedhor 3 ose 4 ose 5, për ciklat tjera zgjedhore 3 ose 4 ose 5 tjera, por që do realizohet, jo të ngelin në nivel premtimesh, dhe kjo është forma më e mirë se si përfiton shqiptari. Ndonse vjon gjua e urrëties së tifozëve maqedonas ndaj shqiptarëve, ende nuk ka reagim nga institucionet. Në ndeshjen me Sport Klub Vardarit dhe Tikveshit e vlefshëm për javën e 29, vendasit broritnin se shqiptari mirë është shqiptari vdekur. Edhe pse ka kaluar më shumë se një javë, Komisioni Disiplinor i Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut ende nuk ka një vendim. Ky nuk është rasti i vetëm i koreve anti-shqiptare në stadiume. Një gjuhë e tillë kohëve të fundit filloi që nga ndeshja e basketbollit mes Maqedonisë së Veriut dhe Rumanisë e vlefshme për para kualifikimit e kampionatit botëror. Ministri Politikës Sociale në Maqedoninë e Veriut, Fatmir Limani, shpreh zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Sipas tij, sa më shpejt ke zgjedhja, aq më mirë do të jetë për vendin dhe ekonominë. Nuk do të thotë se nuk jemi pro zgjedhjeve të parakohshme. Sa më të shpejt të jenë ato, aq më mirë do të jetë për vendin tonë, për zhvillimin ekonomik. Limani tha se në rast të zgjedhjeve do të ketë rifreskim në vlen, por edhe në parti të tjera politike. Për rifreskimin e radhave si në kuadër të vlenit, ashtu edhe në kuadër të çdo subjekti e strukture politike. Motiko ka përfunduar unë dhe vleni. Reagimi erdhi pas paralajmërimeve të kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Istra Mickoski, se është gati për shkuar në zgjedhjet të parakohshme parlamentare. Rajoni. Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit, kryeministri i detyrë i Kosovës, Albin Kurti, inauguroi fillimin e punimeve për rihabilitimin e rrugës rajonale Kijev-Malishev. Projekti përfshin 11 kilometra rrugë me një vlerë prej 2.3 milion euro. I pranishëm në ceremoni, ministri i infrastrukturës Dimal Basha tha se bëhet fjalë për rihabilitimin e plot të rrugës. Ne kemi bërë hartimin e komplet projektit dhe tani po rehabilitohet e tërë rruga prej 11 kilometra. Segmenti i por prej 8 kilometrave është kontrota e por, pastaj do jemi në procedura edhe për segmentin e dytë për 3 kilometrë tjetër. Punimet pritet të përfundojnë brenda 225 ditëve dhe projekti synon rritjen e sigurisë në trafik, uljen e kostove të transportit dhe përmirësimin e infrastrukturës për banorët e zonës. Kryeministri i detyrë i Kosovës është treguar kritik për vendimin e gjykimit të dhomave të specializuara të AG-s ndaj shkrerëve të UÇK-s. Sipas kryeministrit Albin Kurti, sot Kosova ka nevojë për gjykata normale dhe jo gjykata speciale. Kosova ka nevojë për gjykata normale, jo për gjykata speciale. Mirë po, amandamentimi numër 24 i kushtetutës me 3 gusht
të vitit 2015 është një ndër ditët më të rënda të Kosovës të pavarur e të Republikës tonë demokratike dhe që të gjitha këto tash janë pasoja. Ai tha se beson në pavajsinë e shkrerëve të UÇK-s dhe të luftës për liri. Ne besojmë në drejtësinë e UÇK-s dhe në pafajësinë e krerëve të UÇK-s, të luftëtarëve të saj, të cilët vazhdojnë që të mbahen në burg padrejtësisht në Hagë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti kërkon votën e emigrantëve në zgjedhje. Përmes rrjeteve sociale ai ka ftuar mërgjimtarët të regjistrohen për të votuar në 7 qershor. Kjo periudhë zgjat prej 6 deri me 17 maj. Andaj të gjithë ata që nuk mund të vinë në Kosovë për të votuar fizikisht, duhet ta bëjnë regjistrimin sa më parë. Të dashur bashkëdhetar, ata që mendojnë se do ta lodhin popullin, do të lodhen vetë. E ne që jemi në rrugë drejt, nuk do të ndalemi asnjëherë së punuari për të mirën e përbashkët dhe interesin publik. Përmes një video të publikuar në profilin e tij në rrjetet sociale, Albin Kurti deklaroi se po i pamundsohet të punojë dhe se kundërshtarët e tij në thelb nuk respektojnë rezultatin zgjedhor. Albin Kurti tha se provoi gjithçka për të mos pasur sëri zgjedhje. Këta në thelb nuk e respektojnë rezultatin zgjedhor. Realisht këta po thonë se qytetarët votojnë, por ne me matematikat tona do ta prishim vullnetin e tyre të shprehur. Dhe kështu e dërguan vendin sërish në zgjedhje me shpresën që rrëzojnë qeverinë tonë të mirë të drejtë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë angazhohet për të mbështetur vijimin e reformës në drejtësi. Në sesionin e hapjes së Kongresit Botëror të Ligjit, Edi Rama vlerësoi reformën si histori suksesi. Një dekadë tani më ka kaluar, një dekadë tjetër ka nisur dhe procesi vazhdon. Por në ndërkohë, ajo çka duhet të garantohet në mënyrë të pa lëkundur është që procesi të mbështetet me çdo kusht nga forcat që kanë kapacitet ta ndryshojnë rrjedhën e tij. Sipas kreut të qeverisë shqiptare, njerëzit nuk e korruptojnë dot një sistem, ndërsa sistemet, nëse nuk janë të ndërtuar mbi baza institucionesh që garantojnë sundimin e ligjit, korruptojnë çdo. Arsyeja pse sfida është kaq e jashtëzakonshme dhe njëkohësisht kaq madhështore në historinë e vendit tonë është pikërisht sepse ndërtimi i institucioneve është diçka krejt tjetër nga përpjekjet e politikës për të konceptuar dhe për të realizuar hartën e veprimeve. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu vlerëson se sot sfida nuk është vetëm ndërtimi i institucioneve për ruajtje e besimit tek to. Ministri vlerësoi se Shqipëria përfaqëson një rast të veçantë dhe kjo është vendosmëria për të reformuar vetveten. Pra sfida nuk është vetëm të ndërtosh institucione, sfida është të ruash besimin tek ato dhe në këtë kontekst Shqipëria nuk është e përsosur. Ajo përfaqëson diçka që sot nuk është e zakonshme, të reformosh vetveten. Edhe kur ky reformim ka kosto, edhe kur kërkon kohë, edhe kur përballet me skepticizëm, dhe kjo nuk është vetëm një çështje politike. Është dhe një debat publik në vendin tonë. Është një debat i fortë, shpesh i lodhshëm, me pritshmërisë për rezultate të shpejta dhe realitetit të reformave që kërkojnë kohë. Sesioni i hapës shënon nisjen e një seri aktivitete që do të kulmojnë me organizimin e Kongresit Botëror të Ligjit në Tiranë në vitin 2027, duke vendosur Shqipërinë në qendër të një debati ndërkombëtar mbi drejtësinë dhe demokracinë. Qeveria shqiptare do të marrë 50 milionë euro nga Banka Europiane e Investimeve për realizimin e ndërhyrjeve infrastrukturore në veri të vendit. Marrëveshja është me Bankën Europiane të Investimeve për Infrastrukturën Bashkiake për projektin Porta e Alpeve. Marrëveshja është miratuar nga Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural. Zëvendës Ministri i Financave Endrit Yzeiraj bëri ditën se investimi synon përmirësimin e cilësisë së jetës së komuniteteve në veri të vendit përmes zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm, rritjes së lëvizshmërisë dhe përmirësimit të infrastrukturës publike. Financimi nga Banka Europiane e Investimeve parashikon mbulimin e 50% të kostos totale të projektit, ndërsa pjesa tjetër pritet mbulohet nga buxheti i shtetit dhe burime të tjera financimi. Porta e Alpeve synon krijimin e një korridori të integruar zhvillimi i cili lidh Alpet shqiptare me bregdetin adriatik përmes Shkodrës, liçenit të Shkodrës, Lumit, Buna, Vjosës dhe Shëngjinit. Kryetaria e Komisionit të Turizmit, Kulturës dhe Diasporës Ina Zhupa denoncoi nismën Porta e Alpeve si një paketë me prapavije elektorale për zgjedhjet lokale të vitit 2027. Duke kritikuar për mungesë transparence, deputetja e Partisë Demokratike vlerëson se bëhet fjalë për një marrëveshje borxhi për 50 milionë eurosh pas destinacion të qartë që rrezikon të përdoret për shpërndarje fondesh
gjatë fushatës dhe për interesa partijake. Viti 2027 është vit elektoral. Të gjithë e dim që kjo marrëveshje, kreditimi që ne miratojmë sot, do t'i ketë shpërndarjet e projekteve të veta të paktën pas 6 muajsh, se është e pamundur që t'i ketë përpara. Dhe do t'i ketë fiks në kohën e fushatës elektorale. Do t'i ketë fiks si kontribute për të zgjedhur të preferuarit e partisë për të marrë projekte nga porta e Alpeve. Apelon Ina Zhupa. Bordi i transparencës ul çmimin e naftës në Shqipëri me 10 lek. Tregtohet me 196 lek për litër, ndërkohë benzina do të shitet me 180 lek për litër ose 4 lek më pak. Këto çmime do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet të çmimeve të shitjes, referuar aktit normativ për aksizat në Republikën e Shqipërisë. Në rast se çmimi i shitjes me pakicë për gazoilin është më i lartë se 220 lek për litër, apo për benzinën më i lartë se 200 lek për litër, zbatohet niveli 80% i aksizës. Bota. Presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të mbeten një forcë e besueshme brenda NATO-s, ndërsa tensionet transballkanike arritur sërish për shkak të planeve të presidentit Donald Trump për të tërhequr mira trupa nga Gjermania brenda një viti. Aleatët europianë të NATO-s janë të gatshëm të marrin më shumë përgjegjësi brenda aleancës së mbrojtjes, tha Steinmeier gjatë një vizite në Stockholm. Megjithatë, sipas tij ka ende nevojë për mbrojtjen amerikane. Njoftimi amerikan erdhi në një kohë kur Donald Trump reagoi ashpër ndaj komenteve të kancelarit gjerman Friedrich Merz, i cili akuzoi Washingtonit për mungesë të një strategjie të qartë me Iranin. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.